Për atë që ka frikë paraqitjen daljen e tij para Zotit, janë dy gjenete. Çdo sen këtë dynja e lidh me qëndrimin e tij para Zotit. Andaj ka frikë Allahun, nefseja kana, unë i tij e shtyen atë, ngrehet, rrjek, lakmia e insanit. Lakmia nuk pyet është halal a haram, nuk pyet, nefsi nuk e pyet insanin a halal a haram, por a pëmunesh a nuk pëmunesh, por ka dertin e qa mi ba kër dal para Zotit. E si t'ja bëj kër dal para Zotit, a është Zoti knaqen me mu, apo hidhruar. E një dina musliman se në atë që Zoti është i hidhruar, për të shpëtim nuk ka. A në llogarit me llogarit të lehtë atë ratë. A ne ka pranuar që ato punë që i kemi ba, nëseve që kena ba për Allah, apo në hidhen ftyrës tonë ato dhe dalim para Zotit bash, nuk e di. Pra frika ndaj Allah. Limen khafa maqama rabbihi, dhe ai i cili ka frikë qëndrimin e tij para Allah. Gjenneta, për te janë të përgatitura dy gjennete. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد فلندرم Allahun e madhruar te bareke ve taala qysh I përket lart madhërisë së tij. E falenderojmë atë derisa ai të kënaqet me ne. E falenderojmë atë edhe pasi që ai të kënaqet me ne. Salavat dhe selam e dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, familjes së tij, shokëve të tij, dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanëve të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar rrugën e atij burri të madh derisa dhe kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar edhe me të jemi në komentin e surës Ar-Rahman,
ku i madhi Allah të bareke wa ta'ala cekë dhe në ti e nimete të shumëta për besimtarët dhe pas gjdo nimeti Allahu e përsërit ajetin e për qëfar dhe në tish e mirësisht madhët Allah për gënjështrojnë gjinnet dhe njerëzit fe bi eji ala i rabbikuma të këdhiba. Tani pasi që i madhi Allah azza wa gjall më lartë ceko gjezan në dëshkimin atë se qëfar i pret jo besimtarët në ditën e kiametit, të cilët njifen me shenjat e tyre dhe të cilët kapen për flakësh dhe për shputat kamëve dhe tërhiqen në zhargë dhe në gjene. Dhe atje prej dënimit në dënim, prej vuajtjeve në vuajtje. Pasi që ceka Allahu atë se qka ka përgaditur për ta, e të mirët ata të mirët, e të mirët ata të mirët, për vetën e tyre 1 milion herë, po dhe pak me 1 milion herë. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, e të mërshëm në gjehnem. A ka kush që mund të adëroj dënimin e Allah. Allahu në ruaj për gjehnemit, ja Rabbil Alamin. Tani ajetet e cilat e kejmë para vetës, i madhi Allah në përshkruan të mirat të cilat e ka përgaditur për rëpt e ti të devatshëm. E robi nuk ngopet, robi i cili beson Zotin hak, ditën e kiametit hak, e beson gjenetin dhe gjehnemin hak, nuk ngopet duke i dëgjuar, e shijuar argumentet e Allahut Azza wa Jall, të cilat flasin për begatit e mirësit e panumërta dhe të papërshkrueshme, që i lartë madhruari ka pregaditur për ata gjenet li. Subhanahu wa ta'ala. Ta në jetë që kemë para vete, si ma dhe zërë cekë, se për ta ka pregaditur gjenete, për ata të cilët e kanë frigën Allahu Azza wa Jall, qofshin në vetëmi e qofshin në publik. Friga Allahut është mesele madhe, dhe ibadet i madhe, sa të dush i madhe. Dhe se në ato gjenete, tani ka të mirat shumë ta, të cilat disa për tyne i cekë Allahun këto ajete, si kroje e borime, e pëmë të mahneqme, e fryte të lejlejshme, dhe shumë të mirat tjera, që Allahu i ka pregaditur për rëpt e ti të devatshëm. Tani shkojmë të komente ajetet të parë, për të vazhduar me pas me ajetet e tjera, e për të parë ma afer se çfarë na thot i madhi Allah Azza wa Jall. Andaj themi mas a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dhe ai i cili apo për atë që ka frikë paraqitje ndaljen e tij para Zotit, janë 2 gjenete. Për atë i cili e ka dro qëndrimin e tij para Allahut, e ka dro qëndrimin e tij para Allahut, gjennetan, për të janë 2 gjenete. La ilaha illallah. A i cili ka dro qëndrimin e ti para Allah. Çdo sen këtë dynja e lidh me qëndrimin e ti para Zotit. Andaj ka frikë Allahun, nefseja kana, unë i ti e shtyën atë e ngrehet e rjek. Lakmia e insanit, lakmia nuk pyet është halal a haram, nuk pyet
Nefsi nuk e pyet insanin a halal a haram, por a po munesh a nuk po munesh. Por kë ka dertin e qa mi ba kër dal para Zotit. E si t'ja bëj kër dal para Zotit. A është Zoti i knaqën me mu, apo hidhruar. E në dina musliman se në atë që Zoti është i hidhruar, për të shpëtim nuk ka. A në llogarit me llogarit të lehta të rapë. A ne ka pranuar që ato punë që i kemi ba, nëseve që kena ba për Allah, apo në silët faqen ftyrës me to, në hidhen ftyrës tonë ato, dhe dalim para Zotit bësh, nuk e di. Pra friga ndaj Allah. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ dhe ai i cili e ka frikë qëndrimin e tij para Allahut. Gjennetan, për te janë përgatitura 2 gjennete. Mate, përshoje knatësinë e kësaj dynjaje 5 minuta, 50 minuta, 50 jetën. Përshoje, aja vlen me hub të mirat e Zotit që ka përgatit Allahu në ahiret. Ndërto edhe këtu. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ dhe ai i cili ka dro. Kjo droja do të me majtë robit. Në vetëmi dhe në publik. Sepse ka njerëz që në publik se kanë derë. Se në këtë sotë të këshyri njerëzit halalin e haramin anë vetëmi në publik. E këshyri ligjin e dënën ase dënën, sa për botën tjetër për heret se ka derë. Por besimtarin ka frikë Allahun, i largohet ligave, mëkateve, gjunaheve, i thot nefsit stop. Nuk bën, qoftë në vetëmi, qoftë në publik. Gjennetan për të janë 2 gjennete. Tani, e qka është për qëllim me këtu 2 gjennete? Pra kuptuam se 2 gjennete për ata që ka frikë qëndrimin e tij para Allahut. Andaj, mos të manë veç shpresa, o musliman, se mbajtjen apo mbështetjen veç në shpresë nuk është menhegji ehli sunnetit. Është menhegji fraksioneve tjera, si murgjive të tjera, që kanë devijuar, kanë lejthitur. Jo, ne shpresojmë, por edhe friksohemi, dhe ja jeti frikës. وَلِمَنْ خَافَ qka është? Frikë, më të rridhë pejtute. Thonë, o Zoti jam, qysh dalë para te jone, qysh dalë para te jone. Qysh dalë para latë madhëris tane, kurse 60 vjetë, 70 vjetë, 80 vjetë, ma pak ma shumë, sa herë jemi plëhnosur, e sa herë jemi stërpikur, e sa herë jemi ra, e sa herë jemi qu, o Zoti jonë, e sa herë kemi folë me vedije, pa vedije, ndoshta pa pas, gale pa pas, dërtë, a hidhrojmë Allahun, a nuk e hidhrojmë Allahun, a hidhrojmë robin Allahut, e rënaj të natën pa flajt, për fjales tonë, e një nuk kem dërtë, hisë se marrë vesh atë punë, pa jetë të Zoti ka pesh, a ke fitu i darën halal, a ke fitu haram, a ke shpenzu halal, a ke shpenzu haram, la ilaha illallah. Mi pas fri, dro qëndrimin para të madhët. Të bareke o ta'ala. Gjennetan janë 2 gjennete për te. Kanë thonë ulemat, i kanë thonë 2 sa kuptime. Njëri për këtyre kuptimeve është, i ka 2 gjennete, njërin për punë të mira,
që ka ba. Dhe njërën që ka hikë gjunaheve. Punë e madhe është me hikë gjunaheve, ibadet i madhe. Ibadet i madhe. E mund të thot dikush zërë. Po që kjo zërë vështirë, që të është se vapi madhe. Se për të ngrihë nefësi shumë, tanë shokë korruptohen, tanë shokë shkojnë në haram, tanë shokë të marrën gratë, e i deshin Allah i ndërot. E i qojnë deti. Se pak për i deshin këto, dhe të biquatim i deshin ala. E ta në jotja, ta qanë kryt. E të bën presen, apo aje ka presen për tjera. E dohet me dëru. Dhe kështu më radhë sa të dushen. Një gjenet për veprat e mira që i bën robi. Një gjenet për braktisjen e mkateve. Hek largë, haramit largë gjenaheve. Mujahidi dhe Ibrahimin e Khaju kanë thanë, është fjala për njeriun i cili i shkan në mendja dënë me bo një haram një mkat, një gjena. Por i bjen me në Allahu, la ilaha illallah, dhe e lën e tërhiqet. Pra, mendja i shkan, qëtë ka, mundësine ka. Por i bjen me në Allahu, i dërpër, lartë madhëria Zotit, s'moj me ba. Për te, janë dy gjenete. Muhammed bin Ali e Tirmidhiu ka thonë, njëri gjenet për atë që ka frikë Allahun Azza wa Jall, për frikë dhe qanë, ndërsa për atë që e len epshin e vetë, dhe unin, egon e vetë. Gjeneti tjetër. Ibn Abbasi ka thonë, këtu dy gjenetin për atë i cili pasi të kryin farzët, u largohet edhe harameve. Thuhet, me dy gjeneti janë për qëllim gjeneti i cili është kriju për ty dhe për mu. La ilaha illallah. Gjeneti i cili është kriju për ty dhe për mu. E nkas për ty për mu krijuaj. Për se cilë njeri është krijuar nga një gjenet. Ndërsa gjeneti tjetër të cilën e trashëgon ti për tjetër kuna. Dhe kjo shumë është afërt. Për hir të frikës që e ke, të qëndrimit tanë para Zotin ditën e kiametit, e që ke frikë në shoqëron tanë jetën neve, Allahu në i bën nasib, gjenetit të cilën e ka kriju për ne, edhe një gjenet tjetër të cilën e trashëgon. Kjo, për faktin se për çdo njeri në këtë dynja, i ka dy vende. Një e ka në xhehenem, një e ka në xhenet. Çdo njeri në këtë dynja për të në dy vende të krijuara. E ka vendin në xhehenem, nëse shkon në xhehenem, nuk shkon në xhehenem tu, në xhehenem vet. Dhe ka vendin në xhenet, nëse shkon në xhenet, xhenetin e vet, jo xhenetin e huaj. Tani, nëse shkon në xhenet, i bie që nuk shkon në xhehenem. Por dikush tjetër shkon në xhehenem, i bie që nuk shkon në xhenet. Ai e trashëgon vendin të në xhehenem dhe te trashëgon vendin e tina në xhenet apo xhenetin e tina. Dhe bëhen dy xhenete. Kështu kanë thonë disa ulema. Disa kanë thonë dy xhenete janë për qëllim dy pallate të mëdha. Njëri për ty si mret, si bos, i madh, i nderuar, shumë për Allahut. Ndërsa tjetri për granim, për familjen tonë dhe tonë. Sepse njerëz të mëdhej edhe në këtë dynja nuk rrinë bashkë me gra. Por njëri pallate ka për vete, për punët e veta, për takimet e veta, tjere në këtë dynja, ndërsa pallatin tjetër e ka për granime, për familje, për fëmijë, për të tjerë. Andaj ka quajtur Allahu dy xhenete. Thuhet
se në dy gjenete janë për qëllim, njëri gjenet, është gjenet pallate, po tjetëri janë kopshtet e tina. Krej këtu, Muqatili thot, me tu janë për qëllim gjenneti adn o gjenneti an-naim. Gjennetu adnin o gjennetu an-naim. Janë këtu dy gjennete për qëllim të cilat i hipën robit i cili e ka frikë qëndrimin para të madhit Allah të bareke wa ta'ala. E kur të bje dhe të tjerë thonë se Allahu Azza wa Jall i ajap këti robi dy gjenete, shpërblim për te, për më relaksu ma shumë, më knaq ma shumë, shkan atje knaqet, vjen këtu knaqet, del andej, del këndej, për më relaksu, për më knaq, për më shiju të mirat Allahu te bareke wa ta'ala sa ma shumë. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ dhe ai cili ka frikë atë qëndrimin e Allahut o para Allahut për të dy gjenete, fe bi eji ala i rabbikuma tukadhiban, e për çfarë mirësish apo për cilat mirësi e begati të Allahut i përgënjeshtrani, i mohoni, o ju njerëz dhe gjin, që Allahu Azza wa Jall u premtoi robët e tij këtu nimete kaq të mëdha, dhe ju për përgënjeshtrani. Pastaj Allahu vazhdon dhe i përshkruan këto dy gjenete. Dhe thët, dhe ta efnan, plot pam që bëjnë hije. Këto dy gjenete janë plot e për plot pam, të cilat kanë dekt buta, gjata, dhe bëjnë hije. Kanë fryte, kanë pam. Janë të papërshkrueshme. Janë të papara ndonjëherë, pa dëgjuara për to, s'ka pasin e njeriut, s'ka dëgjuar vesh e njeriut, as mendja si ka shkuar njeriut, që ka mundësi të ketë diçka të tillë. E thuhet se janë për qëllim vetëm pemët të cilat u bëjnë hije në për xhenet. فبأي آلاء ربكما تكذبان, e për çfarë mirësish të Zotit tuaj përgënjeshtrani o ju njerëz dhe ju gjin. Fihima ajnani tajriyan, në të dy këtu gjennete janë dy kroje, burime, të cilat rrjedhin. E që ja shtojnë bukurin kopshteve, gjenneteve. Në të dy këtu, gjennete janë dy kroje, të cilat rrjedhin e ecin si lumej, të cilat janë të bukura me i pa, të shishme me pi uje. Janë, e hjeshojnë, e shtojnë bukurin e atyre gjenneteve. Hasan al-Basriu ka thanë, janë të dy kroje me ujë të ëmbël të pishëm, ku njëri prej tyre është i quajtur tasnim, ndërsa tjetri salsabil, e që të dyat janë të përmendura në Koran. فبأي آلاء ربكما تكذبان, e për çfarë mirësish e begatish, më hani e përgënjeshtrani o ju njerëz dhe ju gjin, për të mira që ka kriju Allahu për ju në xhenet atje, për ata të cilët janë të devotshëm dhe kanë frikë qëndrimin e tyre para të madhit Allah nesër ditën e gjykimit. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Në ato dy gjenet, edhe me tej Allahu i përshkruan të gjenet. Në ato dy gjenete, ka prej të gjitha fryteve nga dy lloje. Prej të gjitha fryteve nga dy lloje. Nga dy lloje, ulemat kanë thënë të njoma dhe të thata.
por jo se kurse frytet e njoma dhe të thata në këtë dynja, ku dallim i madhe mes pemës së freskët, që një quajmë të freskët, dhe pemës e cila është farë, është terë, dallim i madh. Ajo hahet për zër, se s'ki çka handimnit, ndërsa kjo hahet për qef, dhe është dallim shumë i madh. Jo, atje nuk kanë dallim, të dyja atje janë pemë, fryte, të cilat janë në kulminacion të kënaqësisë, të shijimit, të atyre të shijes e të ushqimit të atyre fryteve, por për me qenë të lejshme, janë të njoma, apo të freskëta dhe janë të thata. Ibn Abasi, radiallahu anhu, ka thënë që kemi cekur edhe me herët, se nuk ka diçka, konkretisht për fryte këto, nuk ka diçka në këtë dynja që ka edhe në ahiret e që përngjan përpas në amen. Pra, në gjennet ka molla, për këty në pemëve këto, ka dardha, ka banana, ka portakaj, por në dynja kena molla dardha portakaj. Andaj në amen, me amen janë të njëjta, por veç amen e kanë njëjtë, asë gjë tjetër. E që në kupton, kur dalim para Allah dhe i shojmë të xhenet, Allah na bo prej tyne, ja Rabbel Alimin, edhe ka për një pemë thëna ke koka, si molla që ka në dynja, po mollë koka, ose kjo qenë ka dardë, ose kjo kumull e kështu më radhë, por kur e shijon tani, ajo dhe dallën, gjithë sen dallën prej pemëve apo të njëjtave të cilat kanë qenë këtë dynja, nuk ka të përbashkët asë gjë për pas emërtimit të tyre dhe asë gjë tjetër. Krejt kjo dhunti e begati e mirësi e madhe prej Allahut të madhruar, ndaj robët e tij të devotshëm, të cilët i kanë kry farzet, i kanë bojkotu haramet, të cilët e kanë luftuar epshin, nefsin e tyne, unin e tyne, ju kanë nështruar urdhrit Allahu te bareke ve taala. Për ata Allahu te bareke ve taala thot: "Fe bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban", e për çfarë mirësish e begatish të Zotit, po përgënjeshtroni o ju njerëz dhe gjin. Muttakiina ala furshin batainuha min istabraq. Të mbështetur në koltuqe. Ta shtregon pallatet mrenda qysh janë. Nëherë të regaj kopshtet bashkë, ujë, fryte, pemë, hije. Ta shtregon i madhi, zot, mrenda qysh ulen ata, në koltuqe. Muttakiina ala furshin, të mbështetur në koltuqe. Batainuha min istabraq. Brendësia tyne koltuqeve, pëlhura shtothi, i cili është i mbështjellun që ato koltuqe, shtothi i cili është i mbështjellun poshtë drejtim përballë tokës, është me një istabraq. Istabraq është më ndafshi më i miri që njohin njerëzit këtë dynja. Është më ndafshi më i miri që njohin njerëzit këtë dynja. Ebu Hurajra radiallahu anhu thotë shokëve të vetë. Kura lezën këtë ajetë kuranor dhe ta kuptojnë gjuhën arabe, din që dhe me thonë kjo me në istabraq e din. Ato ju njerëz. Nëse kjo është brendësia e koltuqeve poshtë, që të këtë poshtë nuk është me pato, por është që është të pështilne, që është përballë tokës, e atëra thu valë, si është pëlhura për pështilë, si që është mbi to, ku ne ulemi në to. La ilaha illallah. I pa përshkruar. Për atë,
mja dhonë gjëdhapën përgjigjen kësaj çështjeje, veç do të me kujtu hadithe pejgamberës sallallahu alaihi wasallam fiha ma la aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Në gjenete ka që ka syni s'ka pa, veshë s'ka dëgjuar, dhe kur mendja njeriut nuk i ka shkuar se ka mundësi të ketë diçka të tillë. Pra çdo gjë është mahnitse, s'ka ishmerisht mahnitse, e pa përshkrueshme. Sepse njeriu sa do që i kupton këto, e kupton, por realitetin e tyne pa e pa dhe pa e shiju, nuk e kupton. Sikur se dikush me ta shpjegu ty në lloj ushqime, dhe ti jetë eksperti më i madh i ushqimit, dhe ta shpjegon ty ato ushqim, ti pa e shijuve, ti i besat i krejt, por pa e shijuve të ushqimin, të me jetë të mangu, përshkrimi tina. Ose një vend dikun ta përshkruan dikush, dhe ti as fort detoj ka përshkruar sa që e ke mësu përmensh, këtë ke mësu përmensh, por se kanë kërë se ke po. Dhe përdere sa mos ta shesh me sy të tu, është mangu. Kur ta shesh me sy të tu, atëherë ndryshe halë. Pra i madhe Allah ne përshkruan neve dhe ne i besojmë nuk ka pikë dyshimi, por gjithmonë themi, këto janë për me parafru të mirat të cilat i ka pregaditur Allahu për robët e tij në xhenet. Batainuha min istabrak. Pra të mbështetur në koltuqe, ku stofet e tyre të brendshme janë prej mëndafshi. Ama mëndafsh, i cili është më i shtrejti, më i çmuari në këtë dynja. Wa janal jannatayn dan, edhe pemet atyre në xhenete, atyre xheneteve u janë afer. Po për pemë folë edhe më herët, po folë më herët, e vërtet. I përshkrujtë Allahu xhenetet, i ceki xhenetet, i ceki krojet, i ceki pemë të cilat bojnë hije, i ceki pemë të cilat frytet e pemëve, i ceki koltuqet. Tash pëna i cekë të barek o t'ala formën, mënyrën se si ne i vjelim ato pemë. Pra, se kurse Allahu po do me na qënev me bona një gjiro në për ato xhenete. I shohëm të dy xhenetet, lumej, pikërol bëhen lumej, në për xhenete, dhe një shetisin, pemë me hije, të mahnitshme, me ngjyra të mahnitshme, fryte të lloj-llojshme. Hyna në pallate të papërshkrueshme, pallate të mëdha. Del prap jashtë dhe ki qep me hangër, dhe tash, jo më njerë me hangër, po pasit knaqesh, të sheti, të i pa, të falenderu Zotin, tash janë nisë dhe janë pëmt. E po thëtë Allahu, o gjenel gjennetejni danë. Dhe frytet e pëmëna të gjenete janë afer. Ibnu Abasi, radiallahu anhu, e përshkruan këtë, apo e komenton këtë thëtë. Janë afer për atë që janë kam, për që zga dorën pëmë e afrohet vetë. Janë afer për atë që ullën nuk kanë më qënë kam. Jëmër ullën dhe me hangër pëmë e afrohet këtë që ka zga dorën e kam. Janë afer, sa jetë për të afer, janë afer për atë që është shtrit, edhe në këkër shpinë dhe shtrit, veç që zga dorën pëmë e vjen vetë, i kërruse pëmë të dora, këtë që ka pëmën e nuk edhe ajo, apër që ka nalë drejtohet, këtë me rëhën pëmë. Sepse që të gjanë shërbim tina, në ka nevoj këmë lë dhe më mundu. Pra Allah i madhruar, për nga të regëm pasën e përshkruj, këtu pëmë, këtu të mira, këtu fryte, dalën natyre atyne për nga përmbëjtje, përmbajtje atyne, shia atyne, por edhe nga mënyra të minuka, të më vjen, sepse këtë dynja, ty ka në dalat, por jenë nalte, se guze me hipatje, dhe ato kalben, ose dhe të me gjumë i guri, ato prishen bëhen sëm, ose së një pëq, ose kur bin kalben ose lodhesh mundohesh, ndërsa në xhenet krejt këto janë të eliminuara. Pema të afrohet të vetë që zga të dorën. Fe bi eje ala i rabbikuma tukadhiban, e për çfarë të mira shoh
ju njerëz e gjenë, po i përgënjështërën. A në përshim që ka pregaditur në madhë Zot, për rëbët e ti të devotshëm, që e kanë frikën Allahut këtë dënja, la ilaha illallah.